Nëse ke probleme me të gjithë njerëzit, dije se ke problem serios me vetveten. Ai zban, ki zban. Ai zban, ki zban. Po. Ka dale. Po. Ka njerëz që kanë problem me krejt. Ai I cili ka problem me krejt, duhet mu ndal pak. Po. Ka raste që ne duhet mu ndal me vetveten. Po. Edhe me prit tash pak. Unë kam problem në familje. Unë kam problem me vllaun tim. Unë kam problem me fëmijën tim. Unë kam problem atje në punë. Unë këtu të mu ndal pak. Mu ndal pak. A thu krejt këta janë gabim? Apo do të me nis me e këshillu vetveten, edhe me I thon vetes gabim. Ja ndalu pak se këtu ka diçka. Ai I cili ka problem me krejt, ka njerëz të cilët kanë problem me krejt. Tash me krejt nuk kupton me shumë njerëz, se bashkë me krejt nuk ka problem kurkush. Mirë, edhe ai keqi ka me gjet atë shokun e keq. Kupton? Mirë, po në përgjithësi ai I cili ka probleme me krejt. Bile kur kam shkruajt një prej rasteve, ka pas disa që janë mundu me reagu, ndoshta veç për kundërshtim, po ndoshta edhe për shfaqsim të vetvetes. Se ndoshta dikujt këto fjalë I pengojnë se ai ka probleme me krejt. Edhe tash thot, e ka mizën në kapos. Nuk do me thonë nëse ki problem me krejt, ti mund t'jesh mirë, ki problem me krejt. Po si mund t'jesh mirë? Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash argumenti. Dhe kjo është e keqja kur disa raste njerëz mundon o xhallarëve me ju tregu ders, me ju tregu fe, me ju tregu gjëra që nuk janë kompetent. Kupton? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas problem me krejt? Ja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas problem me krejt njerëz të këqi. Me idhujtar, me njerëz. Dhe atë jo problem, po I ka thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë problem për ata. Mirë, po në raport të anës së dunjas, si është qujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se t'i thirrë në Islam? El Emin. Kush e ka qujt? Besniku I mirë. Kush e ka qujt? Idhujtarët e kanë qujt besnik. Për çfarë arsye? Pa s'ka pas problem me kërkant. Me asnjë nuk ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam problem në aspekt dunjas. Kur I ka thirrë në Islam, atëherë është diçka tjetër. Tash ti nëse ki probleme dikant se e ke thirrë në Islam, kjo është në rregull. Mirë, po ne këtu nuk flasim për atë aspekt. Ne këtu flasim nëse ti ki problem me krejt njerëz për gjërat dunjas. Për gjërat kota. Dhe ai I cili është problematik. Ka tipat njerëzve, ashtu e ka tipin, ashtu është lloji. Ai është magnet I problemeve. Ai gjen probleme, edhe aty ku s'ka problem, ai e gjen. Edhe aty ku nuk ka, ai e shkakton. Ai ja ban çaren, e ban si e ban, ta nxjerr një problem. Po ku e gjete vëlla, ai e gjen. Dhe kështu ndodhi e ki parasysh, ndodhi në kohën e Musait alayhis salam, një person I cili kish pas problem me dikant. Sot Musa alayhis salam e ndihmoi. Po nesër I njëjti person pra problem me dikant. Po që kjo është? Kjo është. Ti dje ti u kape me filanin, që unë I familjes ndihmova, po sot prap sot me dikant tjetër. Këtu ka diçka. Ja, çka I tha Musa alayhis salam? Innaka lagawiyyun mubin. Ti problematik, o vlla, ti zboshra, ti unë sot me ndihmu, ti nesër prap. Se ti çaj lloj tipi, ai I cili ka problem me krejt njerëz, ka problem me vetveten. Çka do të më bë? Rri pak në shtëpi tënde, rri pak me vetveten, fillo analizoj pak punët e tua ku I ki gjendjen tënde, fillo pak me fajsu vetveten, edhe fillo me korrigju vetveten, që mos me pas problem me krejt, dhe me I pastru raportet me njerëzit, se nuk është e mundshme dikush vështirë është me ndodh dikush të ketë problem me krejt, edhe në fund ai të jetë në drejt.